Tetova është një qytet me potencial të madh zhvillimor, por ajo është e ngufatur nga kaosi urban në trafik. Një nga shembujt kryesor të kaosit dhe punëve shkele shkon në Tetov është bulevardi Boris Kidriç. Punimet në këtë bulevard duhet të përfundonin në pranverë, por banorët dhe bizneset vazhdojnë të paguajnë çmimin e lartë të kësaj hallakame që nuk i shihet fundi. Ka një vit që ata janë në terr dhe pa ndriçim të rrugës. Punimet në qytet kryhen pa transparencë. Projektet nuk kanë tabela informuese ashtu siç e kërkon ligji. Është e paqartë se si përzgjidhen kompanitë që i projektojnë dhe realizojnë këto projekte dhe kush mban përgjegjësi kur punimet zvariten apo dështojnë. Trotuaret e qytetit vazhdojnë të jenë të uzurpuara. Prindërit me karroca nuk mund të lëvizin lirshëm me fëmijët e tyre. Ndërkohë, komunikacioni është kthyer në një luftë e përditshme për të gjithë ne. Kaosi urban dita ditës përkeqësohet. Mërgjimtarët ballafaqojnë me këtë çdo vit kur vinë në vendlindje. Tetova duhet të jetë një qytet për të jetuar dhe jo për të mbijetuar. Vërto 144 për t'i thënë stop rrëmujes urbane.